mesazh ju drejtohem të gjithë atyre personave që duan të kapin, siç e dini, Fast Track është rikthy dhe duan të futen në Fast Track program. Çfarë është Fast Track program? Fast Track program është një kursi shpejtësie. Fast Track program është një bonus i garantuar brenda muajit. Dhe kompania të thotë, ti futesh në nivelin e parë Junior Manager, që Junior Manager të kërkon të kesh në total 4000 pikë, 2 linja aktive. Linjat aktive janë linjat me 500 pikë dhe lart dhe minimumi 100 pikë personale dhe ti çdo muaj në muajin që ne jemi në tetor ti futesh, në nëntor e konfirmon dhe për 12 muaj je në këtë program që ti bonusin e ke 250.000 lekë në muaj. Këtu nuk llogariten shitjet, tu janë vetëm bonus nga programi Fast Track. Kemi nivelin e dytë të Fast Trackut që është Junior Team Leader. Në këtë rast, nëse ti vetë ke dalë Junior Manager, e ke shumë të lehtë ta tregosh këtë Junior Manager në 3 persona. Nëse ti e tregon në 3 veta, ti ke dalë Junior Team Leader, që i thonë në total të kesh bërë 12.000 pikë zhvillim grupi, 100 pikë personale, 3 linja aktive dhe merr 930.000 lekë të vjetra. Po jo vetëm kaq, ke për 3 persona në ekipin tënd që të kenë dhe ato të marrin 250.000 lekë çdo muaj. Tu nuk llogariten as vlerësimi i makinës, tu nuk llogaritet as shitja. Kështu që nëse ju jeni të interesuar dhe ky muaj tetor është vendimtar për atë që do me të vërtet që të futet në programin Fast Track dhe do që të çojë një të ardhur të garantuar në shtëpi brenda muajit.